Simon Shemov lindi në vitin 1941 në Kavadarci dhe u diplomua në Fakultetin e Arteve Figurative në Beograd në vitin 1964. Piktura Fëmia bjedh nga pemishte me moll daton nga vitin 1980. Flitet për një poliptik i cili është një dialog midis sipërfaqeve të organizuara, kromatike dhe gjeometrike me paraqitjen e saktë të elementeve të ndryshëm. Puna oscilon midis relaksimit dhe kontrollit me shumë fragmente dekorative. Në momente ekziston një lidhje delikate midis elementeve që stilizohen dhe organizohen për të shfaqur pëlqyeshëm. Autori me shkatësime, tendencë dhe me mend sjell bashkime të përpjekjeve teoretikisht kontradiktore, secioniste të orientuar, mësime nga arti mesjetar dhe nga figuracioni për të krijuar një formë specifike të pop artit. Nëpërmjet punimit shfaqet fantazia fëmijore me një lloj shaka delikate dhe të veçuara.